dasmat moderne janë bërë shumë lloj-lloj. Unë po them se dasmat që ka përzimje burra me gra, dasmat që ka alkool, raki, dasmat që ka zbulim, lakurici, muzika të shfrenuara lloj-lloj e kështu me radhë, këto janë dasma ndaq çuni moderne, ndaq klasike, ndaq antike, ndaq të parume që doni këtë çfarë dëmërtimi nuk e nxjerr nga ato që Allah ka mërtuar se është haram me ndaluar. Përse vallahi nuk din besimtari as besimtarja, nuk e din gruaja se kur ja merr Allahu shpirtin. E paramendoni me vëmë Allahu xhela me ta marr shpirtin në momentin kur e duke i bo haram ati. Çka i thush Allahu azza wa jall? A çka i thush? Dvet Europi jam, të kumja shëndetin, të kumja pjetin, ku e qeshe? E qeshe zot të kësyne për darsma, a i thotë Allahu të kështu. Andaj edhe na si musliman vallahi dina më knash. E na edhe darsma të në kanë knasi, bile vallahi knashim ma shumë sa të tjerë. E ata që vinë darsma islame, që pretendojmë darsma islame, vallahi e përjetojnë shpirtisht këtë knasi se qyshe darsma halal. Edhe në darsma islame ka me knu, e në darsma islame ka me kësy, e në darsma islame ka konga, ka gjitha. Mirë po qyshe Allahu xhela xhelali është razia të. Mirë po, aja që përndohë sot është fatkeqësi e madhe. Wallahi, aja që rrisë paramendani. Për veç për shkustimisht për të mi apruni një ilustrim. Djali ty o babë që të ka rrit me martu. Kush të ka rrit ty a djali? Kush të ka rrit? Allahu azza jalla, po. Nëse ka mujt me të falë heq. Apo, edhe ka mujt kur të falë me të asos shpirtin dhe ma shumë me të marë kejt. A ka mujt? A më e nërë që Allah në bëjt për këtë fund? Nuk mundesh. Po Allahu xhela të ka rrit këtë djalë, e të ka falë të hajt, në fund të ka mundësu me nëzon, nuset hajt, e misht hajt, këtë hajt për Allahu t'vjen, të në momenti kër e feston këtë hajt, thush o zat, e të ditë tash tim ke bo hajt, e tash unë e ty ku më taksim me shërë, apëtën. A bëm kjo? A në regull kjo, apëtën. A i vazhdimisht t'jep hajt ty, a i po të qënë njësi, ti për luftan, apëtën. Nuk është regull kjo, nuk është regull, nuk është e udhës kjo, nuk është kjo falendrim dhe Allahu t'azza wa jalla. Ndaj besimtar në moment të gëzimit thot o Zot, unë sot e shpalli botërisht me tërë zërin që kam e shpalli falëndrimin tim që kam ndaj teje. Ti Zot ma ke falë këtë djalë, ti ma ke mundësu me marrë këtë rob të hajë, këtë çik të hajë, me nxon me hajë, andaj edhe me hajë komunist ka punë me izin e Allahut azza xal. Edhe me hajë do të munis. Ti po shkrimet e shumta, ato që ka përshkruar dalë pe kjerreve, kthime me kjerre, la polici aplauzat shumë të kështu më radhë. Wallahi këta insani se bërë, jo muslimani atë. Andaj mendoj që duhet të stopojmë nga këto çështje, të largojmë të vetë shija nga mision, të kthejmë traditës tonë, të kthejmë ranin tonë, që ka qenë përpara, që na kanë kallëzuar gjështit tonë, baballat tonë, që kanë festuar. Edhe ata elhamdullah janë gëzuar në martu sen mungu që ka met apo. Që me minuti kur se valla pa bosh të jetë mungu apo. Kur gjë, bile wallahi do të bëhet kjo shej që me nis ajo jetë me hajr, me bereqet, edhe Allah se familjen e jap gjithmonë bereqet atë. Për faqe që nis me haram, mos pret të presë haram dhe vetës së tij. Andaj apeli është edhe për burra dhe për gra, por posaçërisht për gra që të kenë kujdes nga shpërimi i tepruar në dasmat e tyre.